Unë mendoj që në të kalunen të rritë janë konë shumë atë ofert, edhe nevojat e tyre janë konë shumë atë oferta me familjen. Tash kemi një ndorje, kështu një flasë edhe në aspektin global, se i njekim, si institucion ndërkombëtar, i njekim trendet e zhvillimit të rinisë, duke marrë parasysh që janë 1.8 miliard të ri, edhe ne i përcjellim krejt botën në glob si po lëvizin, po të e lidh Kosova tash nuk ka diferencë me vendet tjera. Të gjithë se teknologjia i ka lidh krejt fëmijët e të rritë janë njëjtë, ajo janë me një kutimoj me thonë. Diferenca atëherë janë konë matë përqëndrun e në kontribut në familje, po tash në Kosovë të rritë dhe standardi, numri i të rinjve të cilët e kanë prioritet kontributin në familjen e gjërë, ka njës pak e së mund zvoglu se standardi është rritë, ka ma shumë, ka mundësi që ma shumë njerëzën të punësun, ose kanë familjarë jashtë, po e nivelin personal, sot të rritë janë shumë matë vetëmun. Të thotë atëherë